Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi e Mërkur 7 maj 2025. Dashi. Zgjedhje të rëndësishme pune, kjo është një periudhë vendimtare, për disa ndryshime edhe rrënjësore. Është koha për ndryshime. Demi. Energji e mirë e dispozicion i shkëlqyeshëm emocional. Ka vullnet të mirë dhe aftësi për veprim. Binjakët. Nëse shihni se një njeri është kundër jush ose nuk është në gjendje të kuptojë emocionet tuaja, mendoni me kujdes për atë që thoni sepse mund të kaloni çdo kufi. Kujdes nga çështjet e pasgjidhura ekonomike. Gaforja. Mos u lodhni shumë, por keni një plan të përcaktuar mirë për ditët në vijim. Mbetet pak hidhërim sepse bëte një hap që nuk ju pëlqen të ta hidhni. Luani. Kjo periudhë është shumë e rëndësishme për të pohuar ju, shumë dëgjojnë propozimet tuaja, shumë dëgjojnë mendimet tuaja. Dialogu nuk është i lehtë me dikë me të cilin keni qenë për ca kohë. Ju do të duhet të hiqni dorë nga diçka në favorin tuaj. Virgjëresha. Shpenzime më të larta. Këtu nuk diskutohet aq shumë aftësia personale, dëshirën për të bërë, si vullnetin për të investuar në të ardhmen, që është gjëja më e rëndësishme. Peshorja. Udhëtimet dhe të gjitha kontaktet, puna në përgjithësi janë të favorizuara. Shpjegime më të lehta në dashuri, pak kthim qetësie. Akrepi. Dashuritë e rëndësishme realizohen në kontekstin e punës, mos u përpiqni të ngjitni copat e thyera në të kaluarën, do të duken nyjet. Mos bëni hapin më të gjatë të këmba. Shigjetari. Mundohuni të kufizoni tensionin. Ju shpesh keq kuptoheni, në vendin e punës mund të keni debatuar edhe me një njeri, nëse është e nevojshme i impononi veten. Britsjapi. Po vjen një bonus, një ftesë për të mos refuzuar. Nëse marrëdhënia juaj e dashurisë është e shëndetshme, do të jetë vetëm një çështje që të përballeni me disa shqetësime. Ujori. A jeni kundër dikujt ose dikush është kundër jush? Ju duhet të shikoni jetën tuaj, ka shumë rrëmuj përreth. Merrni ndihmë për zgjidhjen e një problemi që është afër zemrës tuaj. Peshqit. Ka ardhur koha për të bërë më shumë. Duhet të punoni më shumë dhe ti përkushtoheni familjes tuaj dhe jetës së dashurisë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimin. Së shpejti.